Ju përshëndes, edhe të shikojmë një çift se si është tani pas ndarjes. Kjo është letra e vajzës. Kjo letër më tregon një vajzë që është vërtet në dhimbësori për djalin që ka pasur, i cili tani është edhe s'është. Një vajzë që dhimbësorinë e saj nuk e shpreh, por që akoma ajo është me sy drejtuar nga ai. Ndërsa kjo është letra e djalit, i cili vazhdon ta dojë atë vajzë duke u lumturu edhe me faktin që e ka pasur dhe që vazhdon ta dojë akoma në mungesë. Për mua këtu është një dashuri shumë e madhe e djalit, por sigurisht edhe e vajzës e cila e vuan mungesën e tij. Dhe është shumë gjëna që këta dy persona që duhen nuk janë bashkë aktualisht.